Më shumë mbi protestën e djeshme të opozitës, do flasim tani me analistin Ergjys Mërtiri. Mirëmbrëma Ergjys. Mirëmbrëma. Partia Demokratike zhvilloi një tjetër protest kundër qeverisë të mbushur me akte dhune dhe përplasje, si kundër e pam një skenar që është parë dhe më herët e kaluara. Por sipas jush, çfarë fitoi dhe çfarë humbi opozita nga tubimi i djeshëm? Sigurisht opozita nuk ka fituar asgjë kundrejt Edi Ramës, sepse me këto lloj protestash nuk rrëzohet Edi Rama, përkundrazi prodhohet efekt negativ për opozitën, sepse çdo shtyrje e datës së rënies së Edi Ramës, siç bën Berisha javë për javë, duke thënë që do bjerë në këtë datë, pastaj në datë, pastaj në datë, thjesht e ekspozon opozitën si të dobët dhe të pafuqishme për të bërë atë çfarë thotë. E para dhe e dyta, protestat tilla me fare pak njerëz, pra mund të themi që kanë zbritur kuotat më të ulta që kanë mbledhur ndonjëherë Partia Demokratike në shesh, tregojnë dobësinë e saj dhe ekspozimi i dobësisë së opozitës përballë Edi Ramës vetëm se i shërben Edi Ramës. Por kjo nuk do thotë që Berisha nuk fiton. Berisha fiton, por nuk fiton kundrejt Edi Ramës, por fiton në luftën e tij të brendshme për të mbajtur kohezionin e partisë, i cili po i shkalafitet për shkak të paaftësisë së tij për të prodhuar shpresë tek demokratët. Për këtë arsye, Berisi duhet që të mbajë me betejë false njerëzit e tij në mënyrë që të shuajë zërat kritik, të cilët sa vjen poshtohen brenda Partisë Demokratike. Dhe kjo duket tashmë edhe në faktin që ai po eliminon të gjithë rivalet e mundshëm të cilët duan kandidojnë për postën e kryetarit të partisë. Do ndalemi pak më vonë te kjo. Megjithatë, para se të shkojmë tek zhvillimet e brendshme PD, sot kishim edhe një deklaratë ashpër të ambasadës gjermane që dënonte aktet e dhunës dhe Berisha nga ana tjetër që tha se kryengritja ishte paqësore. Si ti lexojmë këtë qendrime? Ja në kuadër të inkoherencës së thellë që vazhdon të karakterizon Berishën për shkak të mungesës së racionalitetit dhe arsyes që ka në lëvizjen e tij. Pra ai thot, po bëjmë lëvizje, po bëjmë revolt paqësore. Pra edhe revolt dhe paqësore. Domethënë e para, e dyta, po hedhim zjarre molotov, por paqësisht. Domethënë këto janë terma të cilat janë oksimoron, janë ku dukshëm. Megjithatë unë besoj që prap protesta nuk është e dhunshme në kuptimin e mirëfillt të dhunës, sepse ajo që bën Berisha nuk është dhunë e mirëfillt, sepse nuk i adresohet, pra nuk është dhunë ndaj pushtetit apo institucioneve. Berisha kërkon të bëj dhunë spektakli, pra të bëj spektaklin e dhunës dhe jo dhunën e vërtet. Dhe spektaklin e dhunës e bën me zjarr, prandaj duhet zjarri sepse zjarri krijon idenë e dhunës. Në fakt kur fare dhune nuk ka, sepse në fakt palët nuk janë duke luftuar me njëri tjetrin. Përkundrazi palët janë në harmoni, janë në ortakëri me njëri tjetrin, sepse bashkë ndajnë institucionet, bashkë ndajnë pushtetin, bashkë ndajnë dhe të mirat e pushtetit, si në shumë raste leje ndërtimi apo ku diun të mira ekonomike, biznese, të cilat lulëzojnë edhe për opozitën në kushtet e asaj që opozita i quan në diktaturë. Pra në kushtet e diktaturës opozita bën biznes dhe pasurohet. Pra në thelb këta nuk janë në luftë, këta janë në luftë vetëm në skenë. Në prapa skenë ata janë duke u marrë vesh shumë mirë me njëri tjetrin dhe mbajnë të dy njëri tjetrin pushtet. Me fjalë të tjera po thonin që edhe pse opozita ka vijuar të insistojë tek strategjia e tensionit me protesta, me molotovra, me spektaklin e dhunës nga krahu tjetër, ju thoni që mbështetja e plot që ka Berisha në këtë strategji tregon pikërisht këtë gjë, pra që në underground, pra në rrogos ka bashkëpunim me PS? Sigurisht që po, domethënë underground ata kanë bashkëpunim dhe jo vetëm underground, ne kemi parë në miratimin e ligjeve të përbashkët, ne pam në miratimin e kodit elektoral, ne pam në marrëveshjen që bën votat që bashkuan për të nxjerrë nga burgu të korruptuarit me amnistinë penale. Po kështu kemi parë që Rama e ka mbrojtur Berishën duke mos ja hequr mandatin kur ai mungoi një vit për shkak se ishte në arrest shtëpie. Ja justifikoi mungesat të Rama, më thënë pohoi se janë mungesa me arsye. E sa raste, sa ligje, sa raste ata kanë bashkëpunuar dhe kanë bashkuar votat me njëri tjetrin. Kjo është e dukshme sepse në fakt fati politik i të dyve është i përbashkët. Të dy mbajnë në politik njëri tjetrin, Rama qëndron në politik për shkak të Berishës dhe Berisha sigurisht gjen tek ekzistenca e Ramës në qeveri thjesht motivacion për të mbajtur ata militantë që i shkojnë pas. Pra urrëtia ndaj Ramës i bën ata që të shkojnë pas Berishës, ndërkohë që urrëtia ndaj Berishës e mban Ramën në pushtet. Dhe kjo është në perfeksion harmonia. Dhe pyetja e fundit Ergjys, Berisha ata janë do në politikë. Po, dhe pyetja e fundit Ergjys, Berisha i vuri vizën, nëse mund të shprehemi kështu, Ervin Saliani, duke nxjerrë praktikisht nga partia. Është ky edhe një sinjal për të tjerët që mund të mendojnë të kundërvijen liderit brenda PD-s për fatin që to kenë?
patjetër që po, dhe jo vetëm kaq, por problemi është që Berisha di mirë një gjë, që Berisha ta mbajë atë parti dhe të qëndrojë në krye të opozitës, pra që të mbajë ekskluzivitetin mbi opozitës, duhet që të jetë i vetmi, pra ta ketë ekskluzive, pra që Berisha të qëndrojë në politikë duhet ta ketë ekskluzive opozitën. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe Berisha nuk ka punuar për të rrëzuar Ramën, por të vrasë çdo alternativë tjetër opozitare paralele, e cila ja merr ekskluzivitetin Berishës. Dhe për këtë arsye, lëvizja e Salianit atë e shqetëson, jo se unë besoj që Saliani nuk do t'ja marrë dot partinë, po fuqizimi i Salianit do të sjellë nesër atë që mund quhet kapitalizimi i votës opozitare anti-berishiste. Pra sot kemi një nivel të lartë, mendoj unë, anti-berishizmi brenda vetë Partisë Demokratike dhe brenda të djathës. Dhe Berisha mundohet që të vrasë çdo alternativë, pra çdo kënd i cili e kapitalizon këtë vot, apo këtë elektorat, apo këtë potencial politik. Dhe prandaj dhe Sulmon Saliani, prandaj nuk do ta lërë të kandidojë, sepse nuk do që të dalë se sa është mbështetja për Saliani, që do thotë, pra ai do të sfumojë apo të shuaj të vërtetën mbi nivelin se sa është niveli i njerëzve të cilët janë anti-berishist brenda Partisë Demokratike. Dhe prandaj kërkon të vrasë çdo alternativë tjetër, sepse çdo alternativë kërcënon nga monopoli që ka mbi opozitën. Është e qartë. Faleminderit Ergjys për komentet. Ju falenderoj dhe unë. Ecim më tej.